Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar rreth yjeve, për të komentuar rreth personazheve që ju i doni, admironi, jeni fansa ndjekës të tyre dhe pothuajse qëndroni gjatë gjithë ditën në dritaren e Instagramit të tyre për të kuptuar të vërtetën se çfarë po ndodh me to, çfarë po ndodh me fatin e tyre. Dua pak të ndaloj tek Luiz Eili edhe tek Chiara Tito. Ju dini shumë bukur që Chiara ka qenë në shënjestër të Medias Ros, pas një lajmi në fakt që u përfol që Chiara Tito mund të ishte shtatzën. Një provokim që erdhi nga ana e Luizit, që unë e thash që fotografia që ka dalë me dorën në bark është një lloj provokimi, sepse Luizi me humorin e tij gjithmonë ka ditur që në një farë mënyre të futet në thelbin e humorit, domethënë të bëj humor me të gjithë ndjekësit dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Luizi diti të provokoj publikun dhe edhe një herë ta ringjall, domethënë atë lajmin që në fakt sapo kishte filluar që të binte. Chiara Tito në një question e përktheu përgjigjen që ne dëshironim të marrim, pasi që nuk e kuptonim dot përgjigjen, tha që nuk jam akoma shtatzën. Kjo nuk kupton që çifti me patjetër që e ka në planin që të ndërtojë një familje, sepse një çift derisa është i martuar po jeton një jetë, me patjetër që do të sjellën një fëmijë, dy fëmijë në jetën e tyre, por nuk është momenti siç duket tani, edhe pse dëshira është shumë e madhe që ne ta shohim Chiarën edhe Luizin me një fëmijë tjetër, do me thënë familjen e tyre ta shohim të plotësuar, familjen e tyre ta shohim superlativ, duke që Luizi dhe Chiara tashmë janë fokusuar në rrugtimin e tyre të ri. Në fakt Luizi e ka rrugtim të ri, sepse Chiara e ka një rikthim në televizionin Top Channel pas një pushimi të bukur, do të jetë përsëri aty me portokallin, me energjinë e çdo të diele që ne marrim, me pozitivitetin e çdo të diele që ne jetojmë. Ndërsa Luiz Eili do të jetë pjesë e televizionit Top Channel me emisionin e tij të ri, që në fakt mund të quhet edhe Lui Show. Nuk ka një emër akoma emisioni, nuk janë prezantuar emrat e emisionit, por duke u bazuar në rrugtimin e fundit të Luizit, bazuar në filmin, bazuar në rrugtimin e historikut të tij të ardhit, mendoj që ky emision me patjetër që duhet ta mban emrin Lui Show, për faktin sepse është vetë Luizi që ja jep të gjitha këto ngjyra, dhe kur një emision ka ngjyra kaq të bukura, me patjetër që do të jetë i veçantë në përditshmërinë dhe në punën e tij. Dhe për këtë gjë, Luizi tashmë dhe familja Tito kanë arritur që të marrin një rrugë shumë të bukur të artit. Luiz Eili dhe Chiara po punojnë për shtatorin e bukur. E pash që Chiara e ka marrë këtë rrugë me shumë dashuri, do me thënë në ditëlindjen e Luizit i uroj suksese dhe siç duket e jeton suksesin e Luizit. Përfundimisht nuk kemi një të re në familjen e çiftit kur flasim për fëmijët.